Allahu xhallahu ala Sidratul Muntaha, një dru që shënon fundin. Çfarë fundi? Është mbi qiellin e 7, që atje ka taku pejgamberin Ibrahimin alayhis salam. Që atje është Beitul Ma'mur, që është betu Allahu në surën Tur, apo. Thot Allahu xhallahu ala, që atje ka po, që atje ka shfaqë Gjibrili, madhësinë e vet apo, që ka po. Mund ta I kanë thonë, për shkak se që atje përfundon mundësie e çdo krijese me pa diçka. Shikon na shumë dik këto me laqet Gjibrili shamanal, shkojmë atë dejte si të mund ta funi. Mi si të mund ta s'dim kur çka ka. Nuk ka. Allahu alem. Allahu xhallahu ala është në lartësinë e këtë rasë që ka kriju, mbi gjithë shka. Allahu nuk e përfshin asgjë nga krijesat e tij. Andaj, tregon madhështinë. Por në këtu mi po pejgamberi. Qiell me po, gjithat madhësi, gjithat më me po. Ose konsideron mund ta, është se dhe që atje arrin ajo që ka vjen nga krijesat. Ndërsa edhe pinal që ka vjen përfundon te Sidratul Muntaha. Do është një shkputje totale mes krijesave në Sidratul Muntaha dhe asaj që ka mbi Sidratul Muntaha. Vetëm krijesë që ka pasur si me kalu këtë vijë e me komunikim me Allahun direkt është Muhamedi alayhi salatu wasallam. Që tu I ka dhënë Gjibrili, unë e matute në guzertën. Vija, që ka që I madhë, I tutit Allah të azogjel. Kër Allah vendos vija, kush gudzëm I ashkel vijat? Që ka Allah gjellë ka vendos vija në dunja, harame, ndalesa. Një që shkelin, Allahu I lenë për shkak të urësisë të dunjas që jeta me vazhdu, derin takim me te. Mirë po, kanë me pagu shtrajt, krejt ata që I ka shkel vijat. Qysh do këtë Sidratul Muntaha? Ka thonë, nuk dim ju ka të zotë. Bukurin qëfar është ta. Janë s'di, pejgamberi s'ka. Ka përshu pak gjithat që ka përshu që ka po për te I kësaj këta. Shumë e bukur. Vazhdimisht e ndryshushme. Që më që, që ka e pa ti më rëllat? Që ka pa kë? Edhe këtë të dëshmën se I ka pa. Me dëshmit Kuranit. Këti Allah po I flet. Ti Gjibrili po I vjen, e ka mësu. Ti qosh edhe thush, e dhune me nej. Qka menon ti, Allah? Qa ke pa ti? Që ti qosh edhe kundërshton pejgamberin, kush je ti më vëlla? Çfarë potenciali kia? Çfarë përgatitje kia? Çfarë përvojë kia? Çfarë njohuri ke ti? Çfarë din ti? Shiko, Gjibrili që zbret edhe zëra. Që këtë botë u paçu me pat sa atë raketën te shkreti te hana u kthy me gjithë debatin e u shku rusë më rëndësi ka shku. Po çka? Ky zbret pi Allah alem, ka dal. Sigur se me jeti shkallë, se mon kur gjë. Me madhësinë e vet. Me gjithë ato, ka dal, që te ka pa pejgamberi sallallahu. E mirë, ti na ka thënë ashtu, po është na kanë raketën. Mirë Allah, po çka ky? Ky çka ky? Andaj e fetu marun ula mera. Çfarë morë? Kjo çështë, tamam. Çfarë morë me kundërshton ato çka I ka pa. Ai po e kallzon diçka për juve burr. Ai po e kallzon një ndryshim të madh që po ndodh mes në juve. Allah po do më ngrit, Allah po do më mësu. Allah po do më u hap diapazonin e njohurive për të shqisave të juaja. Diçka që kur një ty s'keni mundësi me zbuluas me edit. Allah po I mëson çka ka. Për të asaj që e shihni, për të asaj që e prekni, për të asaj që mund ta kuptoni, që t'ju uzuron kuptimin, t'ju ngrit Allahu xhallahu ala. E reagimi juaj, ama unë s'mënej që kështu. Morë, turp.